Nuk ka asnjëherë do të një skuadër perfekte, por ama besoj që është shumë e qartë për gjithë që Partia Socialiste ju ka dhënë gjithëve mundësinë të deri edhe ballistëve ju kemi dhënë mundësinë që të shohin nga ne nëse nuk duan të vdesin në kënet. Kemi një ballist këtu, Alit Valterin, që kur na njohu nuk na unda më. Vinte afër nesh me nga inati atyre, po pak nga pak kuptoj që nuk është çështje inati ardhja me ne, po është diçka shumë më tepër se kaq. Kështu është shansi i tyre i fundit për të dalë nga këneta. Sepse në momentin kur do hyjmë pastaj në BE, fjala ball kombëtar do të jetë thjesht një episod historik. Kështu që nuk është shaka, Alit, kjo është e vërteta.